Publicisti shqiptaro-amerikan Hafiz Shala ka reaguar ashpër pas deklaratës nënkryetares së PDK-s Vlora Çitaku, e cila tha se ministrja në detyrë e industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë po ndiqet për milionat e abuzuara dhe jo për arsye politike. Në një prononcim të gjatë në Facebook, Shala ka kundërshtuar fort narrativën e Çitakut, duke i rikujtuar PDK-s skandalet e viteve të kaluara dhe duke akuzuar për heshtje selektive në rastet ku, sipas tij, janë të përfshirë figura të afërta me këtë parti. Ai ka përmendur rastin e vjedhjes së 30 kilogramëve ar në dhomat e dëshmive në Prishtinë dhe Pej, duke thënë se vetëm kjo hajni i tejkalon të gjitha hajnitë e qeverisë Kurti, për të cilat po insiston opozita. Shala theksoi se në këto raste pipi i PDK-s u shërdhua, duke aluduar në lidhjet e sugjeruara familjare të dyshuarve me ish-presidentin Hashim Thaçi. Në reagimin e tij ai akuzon PDK-n për hipokrizi politike, duke kujtuar sipas tij afërsinë e dikurshme të saj me Beogradin, lëshimet ndaj Serbisë, rastet e faljes së territorit dhe skandalet e tjera, të cilat sipas Shalës, partitë opozitare sot po përpiqen t'i fshihin ose relativizojnë. Në vijim postimi i tij plot. Kur u vodhën 30 kilogram ar në dhomën e dëshmive në Prishtinë, po ashtu edhe në Pej, vetëm kjo hajni tejkalon të gjitha hajnitë e qeverisë Kurti, pa u lëshuar në skandalet e tjera. Disi u shurdhua zër juve të PDK-s, por edhe të tjerëve, sepse ishte në pyetje nipja apo daja i Thaçit përgjegjës. Për këtë nuk jam i sigurt. Ju kur fare të drejtë nuk keni me akuzuar askënd për hajni, nepotizëm, krim dhe tradhti ndaj dheut. Në cilësinë e bashkëpunëtorëve të ngushtë me Serbinë, të cilës ja plotësua të gjitha kërkesat deri tek gjoja korrigjimi i kufive, në të vërtetë falja e veriut, për të cilën e keni paguar Rubin $52.000 në muaj, që t'ju ndihmonte në ndarjen e kësaj pjese më vitale, pa kurfar vendimi as transparence. Për këtë u mor vesh tani gjatë gjykimit në Hag, edhe pse nuk u mjaftuat me faljen e 8200 hektarëve, përfshirë këtu kullën e Çakorrit, zemrën e Rrugovës, perlën e historisë dhe të turizmit, para se këto të ndodhin menjëherë pas pavarësisë vrapove zyrtarisht për vizitë në Beograd, duke u përqafuar me gjelat e shqiptarëve të Dardanis dhe post tjerave edhe të 1700 fëmijëve. Nuk pushoje duke e sulmuar Mimoza Kusari Lilën, kryetare e grupit parlamentar, se paska biseduar në telefon me Radoj Qiçin, e kurdisur nga miku juaj Slavko Simić, qëllimisht, sipas regjisë paraprake të PDK-s dhe listës serbo-shqipfolse për të krijuar një alibi se gjoja edhe vetëvendosje është e lidhur me këtë organizatë terroriste, ndërsa tani po dalin edhe partitë e tjera të lidhura ngushtë me ju, të cilat për Radoj Qiçin nuk kanë kurfar problemi, por për Albin Kurtin po. E ju, për të shkuar në veri zyrtarisht në cilësinë e kryetarit të shtetit, Hashim Thaçi pritej me pogaçe raki duke i mundësuar shëtitjen e lirë në përliqenin e Ujmanit, aty afër vilës së Radoj Qiçit, majorit të pjesës veriore me mbishkrime cirilike, mu ashtu sikur Thaçi përkulej para përmendore së serbëve të vrarë, siç shkruhej në plakat nga terroristët e UÇK-s. Pastaj filloi falja e traktorëve bujqve serb për t'u dukur i afërt dhe i mirë ndaj tyre. Një fjalë vjetër nga të mençurit thotë: ai që është i mirë për gjithkënd, nuk është i mirë për askënd. Fatkeqësisht, për shqiptarët ai ishte gjarpër bashkë me adashin e tij Edvin Kristaq Ramën, miq dhe bashkëpunëtor të ngushtë të kriminalit dhe xhelatit Aleksandar Vučić, me të cilin thurën plane o gurzeza ndaj Republikës së Dardanis shkatërruese në periudha afatgjata. Tani, ku do të vendosni këtë njeri, në mesin e heronjve dhe komandantëve të UÇK-s apo në mesin e Esat Pash Toptanit dhe të Edvin Kristaq Ramës? Dhe sipas përfaqësuesve partjak të LDK-s, të cilët as pak nuk dallojnë nga ju, nuk e kanë problem të kthehen në pikën zero, pra kur Radoj Qiç ishte majori i pjesës veriore për t'u dhënë leje përsëri të shkoni lirshëm në veri. Kjo kurrë nuk do të ndodhë, përndryshe kësaj thonë, po i fryni zjarrit, i cili së pari ju do t'ju djeg. Megjithatë, mendoj se ende ka mbetur ndonjë rrugovist brenda kësaj partie, ani pse shumica i keni zvarritur nga konventa fatkeqësisht. Shtrohet pyetja, në vend që të merreni me problemet sociale të punëtorëve dhe qytetarëve, ju nuk gjeni mirëkuptim për të zhbllokuar përmes miratimit të buxhetit problemin e pagesave,
por siç duket, opozita nuk i konvenon të ketë situatë normale dhe të qetë, sepse vetëm kështu mendon se mund të mbjetojë deri në largimin e Kurtit, jo përkohësisht, por përgjithmonë. Kurti, për shkak të situatës së rëndë ekonomiko-sociale, e cila zoti konjufca në postimin e kryeministrit në periudhë kalimtare, vetëm që ta aprovohej buxheti dhe përfitimi prej gati $1 miliard nga BE-ja, ndërsa në radhë të parë të lëshoheshin pagesat për punëtorët e Televizionit Nacional RTK, të cilët paralajmëruan për shkallësim për shkak të situatës, duke u bashkëngjitur edhe sindikatat e tjera të punëtorëve në shenjë solidariteti. Kam përshtypjen se opozita e bashkuar po e sheh këtë si rast ideal për të sulmuar qeverinë dhe gjithë faji t'i mbetet asaj. Por populli nuk mendon kështu. Arsyeja pse opozita nuk dëshiron të gjejë zgjidhje është se stabiliteti i situatës dhe fillimi i funksionimit të shtetit do të nënkuptonte nisjen e konfiskimit të pasurisë së vjedhur nga populli, dhe këtë kjo opozitë kullakësh nuk mund ta pranojë. Kjo është arsyeja kryesore, prandaj le ta kuptojë ky popull se kush po krijon destabilizim përmes prodhimit të problemeve sociale në tërë vendin për të sjellë vendin në gjendje kaotike. Kjo nuk duhet lejuar në asnjë mënyrë dhe për asnjë çmim.